Një familje botërore që udhëton bashkë me kishën. Vittorio Vicardi, president i familjes botërore të Radio Marisë. Konferenca botërore e mbajtur në tetor të vitit 2024 në Erba dhe Rom i dha një hovë të ri angazhimit të gjithë shoqatave të Radio Marisë ndaj misionit të madh kishtar që frymëzon punën e radios sonë. Menjëherë pas konferencës, nisi me zell të madh puna mbi projektet që në obesuar vitin e fundit nga i peshkvinjet dhe konferencat i peshkënore. Takimet e fundit kontinentale në Afrikë, Azi, Amerikë dhe ndërsa po shkruaj edhe në Evropë, dëshmojnë për entuziazmin e jashtëzakonshëm të familjes sonë. Një entuziazëm i shoqëruar me një kuptueshmëri të mirë të rëndësisë që do të kenë muajt që do të vinë për të ardhmen e radios. Së bashku me dëgjuesit tanë, ne synojmë që të ndërtojmë bazën materiale për stacionet e reja radiofonike, të cilat do të bëhen instrumente reale të dashurisë dhe të shpresës. Projektet e prezantuara në revistën Mariaton paraqesin përfundimin ose, në disa raste, fillimin e pranisë në shumë vende që, me ndihmën hyjnore, do të konsolidohen në vitet që vijnë. Në shumë prej tyre, udhëtimi ynë gërshetohet me ndryshime të thella historike, të cilat ne do t'i dëshmojmë përgjatë pranisë sonë aktive. Gjithnjë me shumë këmbë do të shohin vullnetarët e Radio Marisë duke punuar krah për krah me priftrinë dhe me njerëz të besimit, madje edhe në vende ku, deri pak vite më parë, ideja për të krijuar një radiostacion dukej e pamundur. Në 3 vitet e ardhshme, Radio Maria do të jetë e pranishme në më shumë se 90 vende. Shumica prej të cilëve janë të përfshira në konflikte dhe paraqesin rrezik për komunitetet e krishterë. Sot është më e rëndësishme se kurrë që do të punojmë së bashku për të gjetur burimin e nevojshëm me qëllim që të realizojmë këto projekte. Për këtë arsye, një falëndrim i veçantë shkon për të gjithë bashkëpunëtorët, dëgjuesit dhe për ata që, me bujari, ndihen të thirrur për t'ju përgjigjur këtij misioni të madh të Marisë, bartëses së paqes dhe të shpëtimit. Në përfundim, përgjatë këtij viti jubilar, jemi të thirrur që t'i kushtojmë një vëmendje serioze, por edhe rëndësi të veçantë vendeve jubilare të kishës. Ne kërkojmë lutjet tuaja, por edhe mbështetjen tuaj, në qëllim që, me mjetet tona, të mund të kontribojmë për kthimin individual të njerëzve dhe për rritjen e komuniteteve tona.